A o si da ushtu, halo si argument për marrë drejt blokadës? Po nuk ka, këto është tash, nuk e bën gabimin tash Albin Kurti me votu ndryshe, me propozuat në Nadrashiqin, se s'munat, tash e gjenë një formë tjetër me bloku. Këto nuk komën e dilema që kanë me respektu këtë vendim. Këto problemi që një problem po zgjidhet, po dalin dy probleme tjera. Kur s'ka vullnet politik, gjithmonë e gjenë formën të qysh me vazhdu blokadën. S'ka vullnet politik, gjithë kjo, s'ka nëse pra blokot, cili kam e si në roli jotë? Kemi jam sy edhe njera, apo kemi ju këty drejtë sensibilizimit? Se statusën që ke bo me 10.000 laj, ka të banën shumë shpejt. Për nuk levizje. Nuk e kom me në qëre, mu politika po m'imponohet, nuk e kom në qef politikën, nuk është që në vete nuk e kam atë qenjen politike, po e du profesion në avokatit ma shumë. Politika më kamet në dorë. Pse? Se nuk po jetoj mirë. Ke marrë në situatë që tash në këtë moshë në me mendu, a e vlenë për këtë vend me hup jetën, a është ma mirë me shku jashtë shkretë dhe me gjetë një rrugë tre. A është argumenti mjaftueshëm nëse shkojmë drejt në blokade si Kosova ka nevojë për një litre politike? Thatë që opozita nuk ka reformu për 2004-ës, po vatë po sillen si me kam pushtet, duke kanë intuitin se ka jetë skoa. 51% prap i mur 51.11, po shkojmë prap një situatë drejt blokimit, është i njëjti toksiklak, është i njëjti pozicionim, a mendon se është koha për një subjekt ri politik? Për një subjekt ri nuk e di për njerëz të rinj politik gjithçysh, po është koha populli me vendos, me bisedu me vete, si dhe prej votuzve, si dhe prej neve, edhe me këtë gjendje. Na tash do të me bo një mini revolucion, kemet mrapa gjithve. Mini revolucioni e pesë që nuk bëhet pa pas një adres, pa ka një organizim. A menon që është momenti i fundit për një organizim? Nëse theti kur të shtrova pyetjen, a menon që kanë mutu tepi, kujna kanë mutu, derisa nuk reagojmë na. Po tash të ripidin konkrete. Tash eksperiencën e ki. A menon që mundet me pas reagim qytetar pa pas një organizim të qartë? Pa pas një adres. Edhe kush të arjen të kocin këtë mes? Po, organizimi fillon në atë moment kur arrijet pika vlimi shoqënie. Pika vlimi të ndës ka ardhur shumë afër me ardhë, por tash neve na duhen një gjenerate politikanëve që pranojnë me hynë politike dhe me djeg vetëm brenda 2-3 vjetëve me kush që shtin në binar politika. Ku është në këtë mes koci? Se ka pasur të tashet teme. Tash du mi përmena 2 tashet teme konkretisht. Une po e tregoj. Une nuk jam interesu me mbet në politikë. Nëse hy pejzorit madhë 1 vjet, 2 vjet me djeg vetën... A i ka shëmitës, qka du të me ndodhë për me pas një lëvizje qytetare? Për te nga rkesave politike, kocë. Se ke një si pari, je kredibil me ta shtrugit pytje, më zujnë, qka ke me bo? A ke me ndu të ke pjesë? Qka nëse shkojnë prap drejt blokadës? Vendimi zikatës kushtetuse, presidenti, blokon. Jesëm kalon edhe mandati i 2 gjyqtarëve të gjykatës kushtetuse, jesim pas gjykatës kushtetuse, na kena pasur mësë me pas gjykatën kushtetuse, shka e në gjeni me bo politikant. Jo vishë këto për 5 vjetë që visë skurti, por edhe të kalumit, gjykata kushtetuse ka rëzu dhe president, ka rëzu dhe ligjën dhe të kalumit, na kemi pa Milan në rahmetin e politikanëve, kocë, këj ven shet drejt diktatit, nësë me kanë, ta shet, se iku në 2 gjykatë kushtetusës. Kosova nuk mundet me hy në diktaturë, se na Kosovarët jem shumë kryenesh, edhe është fështirë me na fut në zap neve, por në kaos sigurisht, edhe jemi në një loj kaosi tash momentalisht. Nëse jo diktaturë për shkojna drejt një situatë autoritare, kemi pas që a bojnë politikanë nësë me kanë gjykata kushtetuse, zotë i kocë. Ne po shkojmë në situatë të kaosit, qka është me e keqja, ekonomia është në gjendje shumë të keqe. Na munemi populatën me shifra me mashtru, por le del një biznismen i mesëm, i biznes i vogël, apo biznes i madh, le të më thotë që këtë vit ka punu shumë ma mirë se para 4-5 viteve. Pikër të kjo, shka du të me ndodhë për me pas, të nëse jim politiki për 1 vjet për 2 vjet, nas përshojmë për elitës intelektuali, se cili është i frikësum prej militantve, prej komenteve, prej ndasive, prej toksiklakut, është kryu një mekanizm për partive politike. Mekanizmi i linçimit është fantastik. Ata e më komon të kjo. Me ndonë ndryshe, më theti, e more shamblim, them, dautim të i ke kështu, këta më të ishin kështu, shtu më tojnë edhe mu. Njerë më bojnë pozit, njerë i shitun. Une nuk ja 5 pare për linçime, bile me më livdu shumë se 1 vetën mirë. Shumë ma mirë funksionaj kur një në qajnë. Të evolimi të njerës. Une di një sen, une shpresoj që s'ka me pas blokad. Nëse ka me pas blokad, une do të veproj, po në këtë herë ka me qenë veprim shumë ma radikal. Nëse veproj. Kur në kupton në radikal, qa në kupton? Mobilizim masa? E merë një vesh me kohë, nëse i vjen koha. Jetë të mendu si opcion, zoti Koci? Nëse ka blokad, që është paranim? Mobilizimi ka me qenë, edhe veprimi ka me qenë shumë ma radikal se tash. Zoti Koci, po du më këty të ty pyetjet personale. Ka pas të
Ti e din që kafja vazhdo me si institucioni më i lartë shtet para shtetënor në Kosovë. Kafe i mbot kalu me ministrat, fatkeqësisht këto 5 vjet në kafe prapë mbo ministrat, e ambasadorëve që për shjelbo në kafe ministrat ka ardhur pushtet Albin Kurti, edhe tash o kriju që kjo lloj politike. Se mos kishin bo në për kafe ministra, fatkeqësisht ka vazhduar këtyre gjatë 5 vjetëve. Politikat ndaj e marrën kafe. Jo, tash nuk bën më në kafe, po i vendos këtë Albin Kurti. Kafja flitet sot. Kafja thas që ke negociu me Vjosa Osmani, keni dashur me bë një parti politike. Jo, absolutisht nuk është e vërtet. As nuk më ka kontaktu, as nuk e flas atë punë me Vjosa Osmanin. Po nuk është e vërtet. Ka pas thashë thëme, po boni bash, po bëhet kjo, po bën 2-3 vet, një përmend 2-3 emra. As nuk më ka kontaktu presidentja, as nuk isha pranu, ma mirë që s'nga kontaktu, kështu që nëse ka në me më kontaktu, le të din që nuk pranaj. Nuk shë pranu me shumë e Vjosa? Jo, absolutisht. A i ka të shumë i bashku një levizje trej politike, zoti Koci, se dikush du me i marrë të iniciativë? Qërë tash për të regoj, edhe partive politike egzistuse, jo mi gatë që me ju bashku me kush që e shot që për një mejën të reformum, as për më intereson, as posti. Unë e kom me ranësi veç me hy në korniza, me hy në rrugën e vetë, në trasën e vetë politika, nuk e kom problem, nuk kom i natur me asë një parti politike. Unë e kom problem që qytetarët nuk përshojnë perspektivë për këtyre politikane. A beson të sto parti politike që majtë në menin 6 mujtë blokum që mund me pas shkëndit e demokracisë, shkëndit e përzisisë? Po mundën me pas. Unë e besoj që në se cilin parti ka kapacitet. Se pozitoni të subjektit e reja politike, ju, një pjesë elitare, se cili ka mendim, se cili është admiru si demokracisë, dojnë për tekse, kur t'ja përbensh partin e reju, dohët sikur një thonë një aftin adresin. Absolutisht. A është në nështrim kjo ndaj strukturës, se ta strukturë